Temperaturat kanë prekur këto ditë nivelin e 40 gradëve, duke bërë që mira pushues t'u drejtohen plazheve. Në përktetin e Durrësit, frekuentuesit më besnik janë qytetarët nga Kosova. Që 4 herë që vjen në Durrës, shumë pëlqen të Durrësit. Plazhin shumë i mirë. Edhe njerëzit janë të mirë, respekti i mirë, tona të mira janë. Për çdo vit fabrika jonë organizon grupe, kështu ne kësi vjet ka organizu 4 grupe. Se na jemi grupe parë që vim. E frekuitojmë se është plazhi shqiptar, pika numër 1. Edhe kemi pasën mall ta shohim këtë plazh. Shtetit tonë. E kemi edhe Ulqinin, por janë njerëz pak më ndryshe, na presin pak më ndryshe. Operatorët privat presin fundjavën për të fituar diçka më tepër. Fluksi i ditëve të tjera është i zakonshëm, ndaj edhe shpresat për një sezon të mbar mbeten muaj korrik dhe gusht. Më pak këtë vit. Vjet ka pas më shumë. Shtunë e diel për shembull ka më shumë, kurse ditë javë dobët. Edhe në Vlorë pritshmëritë janë për muajin korrik dhe gusht. Unë kam mamën nga Vlora, kam lidhje me Vlorën me një fjalë. Tani ambienti është i këndshëm. Ndoshta një çik plazhi. Pastërtia të jetë pak më mirë me një fjalë, një gjendje më të mirë. Unë vi nga Anglia dhe fatkeqësi ne harxojmë kaq farë lekë këtu në Vlorë, edhe nuk kemi banjat publike vetëm nusja apo fëmijët të gjyshet. Ka shumë lekë bëjnë tu në Shqipëri këto banjat i rregullojnë çik. Risi për këtë sezon pritet të jenë turistët e huaj ditor, të cilët e kanë listuar Vlorën si një nga destinacionet kryesore të Gujdës në Mesdhe. Si vjet ka një tendencë rënje në ardhin e turistave të vendit këto 5 javë nga çelja e sezonit turistik. Diçka tjetër që vlen për të theksuar sepse ka shtimin e turistave të huaj, turistat 2 ditor, më shumë të shtunë të diel, kalimtarë të Vlorës. Shpresojmë që në muajin e ardhshëm, që është e kulmi i sezonit turistik, të kemi atë që kemi pasur vite të tjera. Çmimet edhe këtë vit do të jenë në nivelet e atyre të një viti më parë, ndërsa objektiv mbetet përmirësimi i cilësisë së shërbimit.